Atëherë ju përshëndes njerëz. Do të shikojmë pak letrat për një problem që më ka ardhur sot mëngjes. Një nën që le të themi shpalosi problemin e saj me vajzën e saj të divorcuar dhe që ka një vajzë të vogël. Me sa duket aty ka lind sherri midis vajzës dhe nënës, vajzës së vogël dhe nënës, dhe vajza është larguar nga shtëpia. Dhe të shoh pak se cili është problemi sipas letrave. Atëherë kjo është letra e vajzës së madhe, nënës së vajzës, e cila në këto momente është duke punu dhe faktikisht është në punë. Por e ndrydhur në vetvete edhe e vëzhguar nga një person. Kjo nuk tregon lidhje, tregon shkëputje dhe mundësia për të lidhur me dikë. Ndërsa vajza e vogël ka ardhur këtu një person i papërgjegjshëm, sikur sa them shumë herë, një person i papërgjegjshëm dhe që është larguar nga situatat, nga llafet, nga kërcënimet në thonjza. Dhe të shohim pak tani arsyen pse apo çfarë do të ndodhi nëse vajza do të rikthehet tek nëna e vet apo jo. Këtu më vjen një mashkull i cili ka shumë mundësi që t'jetë baba i vajzës, i cili ka ndikuar tek vajza për ta larguar nga nëna vet. Dhe unë mendoj se ky person i cili është i pashpër ka shumë mundësi që të marrë vendime, t'jetë duke menduar për të marrë vendime, dhe që për momentin autoritar nuk lejon vajzën që të ketë dashuri për t'i amën apo të ri me mamën e vet. Ciao.